Jubilete mëdha institucional nuk janë vetëm shënim kohor, por mbi të gjitha momente reflektimi mbi rrugtimin, sfidat dhe arritjet e një populli. Kushtu u ndje edhe kremtimi 50-vjetorit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, një institucion ndër më të rëndësishmit, i cili prej gjysmë shekulli qëndron në zemër të zhvillimit shkencor, kulturor dhe shpirtëror të vendit. Është një datë e rëndësishme e institucionit të Akademisë. Akademia është themeluar në 1975 me një vendim të kuvendit të atëhershëm të krahinës Kosovës. Ka kalu faza të ndryshme. Ajo realisht është vetë historia e Kosovës për këto 50 vjetë. Në atë periudhë ka qenë Kosova ka pas një autonomi të zgjeruar dhe si rezultat i asaj autonomie është vendimi edhe për themelimin e Akademisë. Më pas kalun erdhen periudha të ndryshme, disa më të favorshme për punën e Akademisë, disa të tjera shumë restriktive dhe shumë të vështira për mbijetesën e institucionit. Deri në vitet 90 bashkëjetonte me institucionet tjera të Kosovës. U konstituu si Akademi e Kosovës realisht, por me të gjitha ingerencët e kufizuare që i kishte krahina në ato rrethana. Kjo u reflektu edhe në përbamjen e Akademisë asaj kohe. Përbamja ishte kryesisht ndonë se pjesa dërmuese e studiuese në Kosovë ishin shqiptar, megjithatë në përbamjen e saj gati si gjysma ishin, gati afërsisht gjysma ishin serb, dhe natyrisht u jepi rëndësi temave, projekteve, botimeve të cilat synonin integrimin e Kosovës në ish-Jugosllavi. Pas vitit 90 u ndodhi deinstitucionalizimi, si zakonisht që dihet ajo punë, dhe Akademia psoi goditje, u pezulluan nga organet qendrore të Serbisë asaj kohe, dhe aktivitetin e zhvilloi në 10 vjetëshin e 90 e zhvilloi kryesisht në vitet 90 e zhvilloi kryesisht si institucion paralel, ashtu si funksion të arsimi, si funksion të universitetit dhe tjera të institucion. Pas vitit 2000, situata ndryshon. U ban 2 ligje për Akademinë, njëri u ban në periudhën e UNMIK-ut me 2004, edhe ai kishte disa defektet e veta, nuk ishte krejt, sepse Akademia duhet të ndërtohej si institucion i pavarur, institucion pavarur, dhe natyrisht është i Kosovës, Akademia e Kosovës, institucioni i Kosovës, por gjithnjë të i pas parasysh faktin që tashmë Kosova ishte shtet i pavarur. Dhe duke qenë shtet i pavarur, duhet t'i përshtatej edhe Akademia situatës së krijuar, domethënë kjo është një situatë e re, një rrethanë e re, dhe me 2014 u bë ligji i ri, ligji aktual që kemi sot, me të cilin funksionon Akademia, është i përkufizuar se institucion më i lartë i shkencës të artit në Kosovë. Ajo nuk ka pushtet ekzekutiv, ka vetëm ta quajmë pushtet moral, dhe për kujdeset për mbarvajtjen e shkencës dhe të arteve në të gjitha hapësinë e Kosovës, në të gjitha fushat. Dhe së fundi, natyrisht edhe kësaj rrethane u përshtat edhe aktiviteti i brendshëm, aktiviteti i saj, edhe natyrisht edhe raportet që ka kriju me institucionet tjera. Aktualisht financohet nga shteti, është institucioni i pavarur, hyn në radhën e institucioneve të pavarura të shtetit të Kosovës. Nuk përpiqemi që të organizohemi asisoj, deri tani ka qenë krejt normale që pjesë përbërëse e shtetit edhe rrjedhave politike të jetë edhe Akademia. Tani e tutje
besoj që do të vi një kohë shpejti kur akademia nuk do të varet nga hijet politike ose nga rrjedhat politike, por do të ketë stabilitetin e saj, qëndrueshmërinë e saj afatgjatë. Kjo në përgjithësi sa i përket akademisë. Tani, unë e thash më përpara, shpesh njerëzit kërkojnë nga akademia ose kërkojnë që ajo të zgjidhë probleme, të çojë zërin për çështje të caktuara. Do ta kenë parasysh se akademia nuk ka mandat të tillë. Akademia ka mandat, as nuk ka pushtet, as nuk ka mandat. Ka një mandat moral, e thashë më parë, ka një pushtet moral deri diku, për aq sa e ka, dhe përpiqet që duke funksionuar përmes formave të saj të punës, të ketë ndikim, të ushtrojë ndikim në hapësinën ku vepron. Kryesisht përmes projekteve, botimeve, konferencave shkencore, këto janë 3 format e punës që kemi. Ceremonia solemne e përgatitur me kujdes të veçantë përçonte atmosferë të dinjitetshme dhe festive, që në hyrje binte në sy eleganca e detajeve, buqeta lulesh të vendosura artistikisht, dhura simbolike për musafirët dhe flamujt me logon e 50 vjetorit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, që u jepnin hapësirë një solemniteti të veçantë. Të pranishmit, akademikët, studiuesit, artistët, personalitetet shtetërore dhe musafir nga akademitë e tjera si motra, sillnin me vete peshën e traditës dhe respektin për institucionin më të lartë shkencor dhe artistik të vendit. Gjysmë shekulli i një institucioni të tillë është i rëndësishëm për Kosovën. Akademitë kudo në botë janë një nga simbolet kryesore të shtetësisë edhe të etnisë. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në këto 50 vjet kujton me mall edhe dinjitet themeluesit e akademisë, prisit, udhëheqësit e parë në krye me Esat Mekulin, me Gazmen Zajmin, Idris Zajetin, Femi Aganin, janë një elitë shkencore dhe kulturore e Kosovës dhe janë, do të thosha, një frymëzim për të gjithë të rinjt dhe gjeneratat që aktualisht janë në akademi dhe ata që do të vazhdojnë të jenë edhe në gjysmë shekullin tjetër. 50 vite për një akademi, se ne janë shumë. Dhe këtu është një histori e kombit Kosovës. Këtu është një histori e ndodhive më dramatike që i njeh kjo popullsi në këto 50 vite. Po them histori sepse për një mend nuk ka të bëj vetëm me një zhvillim kulturor, po me një zhvillim të kombit, nacionit. Dhe edhe për vendet tjera rreth. 50 vite janë shumë. Unë mendoj që Universiteti Prishtinës, rilindja, e kanë prodhu këto 2 institucione kulturore, kanë prodhu superstrukturën që e kanë nisë këtë akademi, e cila është sot e barazvleshme me akademi të rajon. Unë do të thosha që edhe komunikuese vërtet edhe me akademit në Evropë, ku është edhe antarësume. Një ditë vërtet e madhe edhe për kombin, jeve shkencën dhe kulturës. Një përvjetor shumë i rëndësishëm i arritjeve të përgjithshme të gjitha brezeve të ndryshme të Kosovës për emancipimin, për zhvillimin kulturor, për veprimtarinë shkencore dhe është një kurorëzim i gjitha këtyre përpjekjeve. Jemi krenar që tani 50 vjet veprojmë. Akademia në 50 vjet ka pasur situata të ndryshme, sikurse edhe gjithë shoqëria e Kosovës, por ato janë ka përcyer me përpjekjet e përgjithshme, me brezat
Do të kujtoj me këtë rast sidomos ata që kanë qenë ndër të parët, do të kujtoj Idrisa Jetin për shembull, Gazmend Zajmin, Esat Mekulin, që nuk janë midis nesh, Fehmi Agani, Ali Podrimja, Besim Bokshi, shumë Pajazit Nushi, Enver Gjerqeku, Jasha Rexhepagić e shumë të tjerë që kanë lënë mundin e tyre dhe kanë bërë shumë për akademinë. Të gjithë atyre që bashkohen me këtë fest uroj nga zemra 50 vjetorin dhe uroj që të kemi edhe për vjetorë të tjerë. Ceremonia nisi me intonimin e himit të Republikës së Kosovës dhe atij kombëtar, një moment që i bashkoi të gjithë në një emocion të përbashkët, duke kujtuar se shkenca dhe arti janë gjithmonë të lidhur ngushtë me identitetin dhe historinë e një populli. Ky hap solem u bë preludi një programi të pasur i cili ndërthurte fjalime zyrtare me pjesë artistike, duke reflektuar visionin e dyfisht të akademisë, atë shkencor dhe atë artistik. Aktualisht janë 2 projekte të rëndësishme për mendimin tim që kanë zënë vend në programin e punës së akademisë, është enciklopedia shqiptare, të cilën akademia jonë e bën bashkë me Akademinë e Shqipërisë. Është projekt i të 2 shteteve dhe financohet për i 2 shteteve. Edhe një tjetër projekt që mendoj që ka rëndësi për mene, se ka dhe projekte të ato që janë të rrjedhës, që thonë, të punës programeve të vijuse, dhe këto janë projekte pak më të veçanta. Është edhe historia e letërsisë shqipe. Ne nuk kemi një histori bashkohore të letërsisë shqipe, kemi autoriale, ose kemi një histori të vjetër që e kanë bë autor të Akademia e Shqipërisë. Tani mendohet që ka ardhur koha të bëhet një histori e letërsisë, një histori bashkohore e letërsisë shqipe. Ai projekt ka filluar nga seksioni ka filluar që 2 vjet nga seksioni i gjuhë letërsisë dhe në një kohë që enciklopedia shqiptare është projekti të gjithë seksioneve. Dhe njëkohësisht është projekt ndërshtetnor. Është nënshkruar një memorandum mirëkuptimi midis 2 shteteve dhe ai memorandum ka përcaktuar kahjen kryesore të punës rreth enciklopedisë. Enciklopedia tani ka kaluar në fazën e parë të hartimit fjalësit dhe shpejti mas vitit të ri hym me që u theqi vetë atë projekt për pjesën për Kosovën. Shpejti hym në fazën e dytë, diku mas vitit të ri, hartimin e teksteve. Kjo është një punë jashtëzakonshme. Do të duket pak sikur anakronike, tash njerëzit nuk merren shumë me enciklopedi, bëjnë tjera punë, por ne nuk kemi duhet ta bëjmë enciklopedi, duhet ta kemi enciklopedinë tonë. Një enciklopedi shqiptare duhet të ekzistojë, pastaj se si zhvillohen gjërat më tutje, shohim e bëjmë. Fjalimet e krerëve institucional dhe të musafirëve nderues theksuan rolin e ashakut si një urë lidhëse midis traditës dhe së ardhmës, një hapësirë ku dietarët dhe artistët kanë krijuar vepra që sot përbëjnë themelin e identitetit ton kulturor e shkencor. U theksua se për 50 vite rresht, akademia ka qenë një dritare e hapur ndaj botës, një zë i fuqishëm i dijes dhe krimtarisë dhe një udhërrëfyes në proceset shtetformuese. For half a century, your academy has served as a beacon of intellectual excellence, cultural vitality, and scholarly courage. You have upheld the highest values of academia: independence, excellence, and interdisciplinary cooperation, and placed knowledge and research at the service of society. This anniversary is also a moment to honor the remarkable resilience of your academy. Even during the most difficult times of political pressure, lack of support, and uncertainty,
the Academy remained steadfast. Through solidarity and self-organization, your members ensured that the life of scholarship continued. Ideas and thoughts cannot be suppressed. The history of your Academy is a living testament to that truth. Let me here recall a milestone in our shared journey, your admission into the European Federation of Academies of Sciences and Humanities in 2004. It happened in a politically and ideologically charged atmosphere. Yet, after careful and honest deliberations, the ALEA members affirmed that academic excellence and integrity, not political circumstances, should guide membership. This decision reflects ALEA's foundational belief that science cooperation must rise above political tensions and national boundaries. And this is why ALEA has adopted an inclusive, culturally and geographically broad understanding of Europe, one that transcends narrow political maps. Our membership includes academies from across 40 countries, and many of our member academies come from regions that are historically or geographically European, even if their political affiliations and statuses differ today. A pleasure to bring the greetings of Accademia Nazionale del Lincei on the occasion of this 50th anniversary. We warmly congratulate the Academy of Science and Arts of Kosovo for these achievements and for its vital contribution to the intellectual and scientific development of this country and the contribute to the whole region. Well, Academia of Lincei was some older. We were founded in 1603, so more than 4 centuries ago. And so it's one of the oldest scientific academies in the world. Among his early members was Galileo Galilei, who became the most emblematic figure of his spirit, but not only the spirit of Academia of Lincei, the spirit of all academies in the world. They represent the courage to explore the unknown, guided by reason and curiosity and talent. Today, as in the past, all academies in the world continues this Galileo mission to promote excellence in research and cultivate a dialogue between discipline, culture, institution. And this point is particularly important, especially today. Kjo ditë jubileu nuk ishte thjesht për kujtimi së kaluarës, ajo ishte një deklaratë për të ardhmen. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, e ndërtuar mbi mundin e shumë brezave, vazhdon sot të jetë një busull e rëndësishme për zhvillimin intelektual të vendit. Në 50 vjetorin e saj, ajo jo vetëm kremtoi historinë, por edhe rikonfirmoi misionin e vet të ruaj, të zhvilloj dhe të pasuroj thesarin shkencor dhe artistik të Kosovës. The 50th anniversary stands not only as a time to remember past achievement, but also as an invitation to look ahead with clarity, confidence, clear sense of purpose. The complexity of today's world they are marked by rapid scientific progress, major technological transformation, and the demands of the global knowledge call for institutions filled with the wisdom of the far-reaching vision. In this regard, the Kosovo Academy of Science and Arts has a special responsibility to show the way forward, give guidance, improve public discussion, and support excellency in all areas of the country's work. Half a century of the Academy existence is not just a number, but a testimony of exceptional persistence, vision, and dedication. Over the past five decades, Academy of Kosovo has been beacon of the Kosovo scientific, cultural, and artistic development.
You have been and remain a beacon that illuminates the path to knowledge, critical thinking, and the preservation of rich cultural identity of Kosovo. Our two academies and our two states share much more than geographical proximity. Our academies have almost the same number of members with very similar periods since we were established. We have deep cultural connection that has been rebuilt over centuries. Allow me to recall symbols and examples of those who built bridges between us. We proudly highlight the connection established by great figures such as Esad Mekuli, a native of Plav, northern Montenegro, who was not only the first president of the Kosovo Academy, but also a distinguished member of the Montenegrin Academy. His work on the translation of Njegoš Gorski Vijenac into the Albanian language symbolizes the essence of our cooperation, mutual respect and recognition of values between our academies. Në këtë atmosferë solemniteti mes flamujsh, lulesh, artit dhe fjalëve, unë ndjej qartë se gjysmë shekulli i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës është një arritje që i takon gjithë shoqërisë, një testament i dijes, kulturës dhe shpirtit krijues të popullit tonë. I would like to convey a few words on behalf of the President of the German National Academy of Sciences, the Leopoldina, which is almost as old as the Lincei. The difference is that Leopoldina has worked without interruption since 1652. But that's just a small. This is unfair. It's unfair, I know. We were interrupted by Benito Mussolini. That was not such a... I just wanted to say. So you see, two of the oldest academies of sciences in the world and two of the, I would say also with the highest reputation, without false modesty, are here today, and this is very important. The Academy of Sciences and Arts of Kosovo is now the National Academy of Kosovo, with a difficult history throughout the times, the 70s, the 80s, the exile, but you didn't give up. That's very, very important. President Rockenbach is not able to attend. We were in Brussels for the annual meeting of chief scientific advisors of the EU member states with a full program, and she sends you our warm regards, and of course, first of all, congratulations to this jubilee, to all members of ASHAK, to the entire scientific community of Kosovo or Kosova. I know many of you, and I'm very happy to have some conversations this afternoon here in Pristina. We must also honor your predecessors. This is very important because ASHAK is not just an academy, and some of the people have said it's also keeping or has kept alive the intellectual good of the Albanian people in Kosovo, and especially during the struggle for independence, especially during the very dark 80s years, the tragic final of former Yugoslavia. On behalf of the Bulgarian Academy of Sciences and on my personal behalf as President of the Bulgarian Academy of Sciences, I would like to extend our heartfelt congratulations to you and the entire community of Kosovo Academy of Sciences and Arts on the remarkable occasion of the 50th anniversary since its foundation. This anniversary is a unique occasion for CASA to look back at its historical journey as a source of resilience and perseverance, of strength and courage, and of ability to remain committed to its goals even in turbulent times. We believe these qualities are crucial for your academy along its way towards growth and long-term stability. Today, we are happy to see CASA stronger, dignified, confident, and proud in its striving commitment to knowledge and cultural emancipation for a better future guided at all times by the universal values of peace, freedom, human dignity, democracy, and equality.
On behalf of the Macedonian Academy of Science and Arts, I have the honor and the pleasure to congratulate you on this day, on the 50th anniversary of the foundation of the Kosovo Academy of Science and Arts. This celebration is an exceptional occasion to express our wishes for the further successful development and work of your academy. The Kosovo Academy of Science and Arts in this half-century life has established as the highest scientific and artistic institution in Kosovo, meeting the international standards. Our academies have common members, and some of them are present here at the celebration. And this is something that is affirmative in our relations. Thus far, we have worked together on poetry publications of academicians, poets, and storytellers, anthology of poets and storytellers of the Kosovo Academy of Science and Arts, published by the Macedonian Academy of Science and Arts, and academicians, poets, anthology of poets, members of the Macedonian Academy, published by the Kosovo Academy of Science and Arts. As neighboring academies, I think that our cooperation should be more developed and expanded. Something I am looking forward to in the future, and for the mutual benefit to our scientific and artistic communities. E për vizionin për të ardhmen e akademisë, tani më si akademik, jo si kryetar, Mehmet Kraja e potencoi faktin se akademia duhet të bashkëveprojë me shtetin. Opozitarizmi ndaj pushtetit duhet pres një kohë më të mirë. Ne ende jemi në zhvillim, akademia duhet të ndjek zhvillimet në për cilat kalon shteti. Duhet të jetë bashkëveprojë me të, duhet të bashkëndjej dhe të bashkëveprojë me të, me shtetin e Kosovës. Vjen një kohë kur shteti konsolidohet dhe atëherë akademia mund ta ketë luksin që edhe të luajë rolin e opozitës. Domethënë të korrigjimit jo opozitës në kuptimin politik, po të korrigjimit të shtetit ose të korrigjimit vendimmarrjes shtetërore. Kjo do vi një ditë, por kjo do duhet ishte synimi i akademisë dhe besoj që ajo do të vi një ditë, por ha për ha duhet presim pa. Mbyllja e mandatit të akademik Krajës përkon simbolikisht me 50 vjetorin e akademisë, një gjysmë shekulli dije, qëndrueshmërie dhe përkushtimi intelektual. Në këtë përvjetor jubilar, udhëheqja e Mehmet Krajës lexohet si një urë mes kujtesës dhe vazhdimësisë, një kapitull që mbyllet me dinjitet për t'i hapur rrugë kohës së re, mbi themele të forta të trashëgimisë akademike. Është shkrimtar, eseist dhe akademik i shquar, një nga zërat më të rëndësishëm të mendimit letrar dhe kulturor shqiptar në Kosovë. Autor i një vepre të gjerë letrare eseistike, ai ka trajtuar me thellësi temat e identitetit, historisë dhe kujtesës kolektive. Kraja ka shërbyer si kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës që nga viti 2019, duke udhëhequr institucionin në një periudhë reflektimi dhe sfidash.